Një 58 vjeçar është ekzekutuar në Vlorë, ndërsa sipas policisë ai ishte Renato Hoxha dhe është gjetur pa shenja jete mëngjesin e kësaj të diele në lagjen Ajro Çakëri, pranë banesës së tij. Ai punonte prej 5 vitesh si roje në një objekt në ndërtim aty pranë. 2 plumba i ka marrë në kokë dhe 1 në trup. Policia bën me dije në komunikatën për shtyp se rreth orës 6 të mëngjesit në lagjen Ajro Çakëri, në rrugë në afërsi të banesës së tij, është gjetur pa shenja jete dhe dyshohet i vrarë me armë zjarri, shtetasi me iniciale RH, 58 vjeç, i cili ishte i punësuar edhe si roje në një objekt ndërtimi pranë banesës së tij. Policia thotë se është ngritur një grup i posaçëm hetimor dhe në drejtimin e prokurorisë vjon intensivisht hetimet për zbardhjen e rrethanave dhe sigurimin e provave me qëllim dokumentimin ligjor të ngjarjes, identifikimin dhe kapjen e autorëve. Hoxha i ka marrë 3 plumba, 2 në kokë dhe 1 në trup, ndërsa ka qenë bashkëtuesi e tij që ka dëgjuar të shtënat dhe kur ka dalë ka parë të vrarë. Hoxha nuk ishte një emër i njohur për policinë, megjithatë po hetohet nëse mund të ketë patur probleme në të kaluarën. Ky është momenti i prekës ku bashkëtuesi e Renato Hoxhait shpërthe në lot në vendin ku u gjeti pa jetë. Si e? O zonjë, qëra kishe? Moment prekës është edhe i qeni i tij në vendin e ngjarjes. 58 vjeçari Renato Hoxha u gjeti pa jetë mëngjesin e kësaj të diele në lagjen Ajro Çakëri. Mësohet se ai ka marrë 3 plumba, 2 në kokë dhe 1 në trup, ndërsa nuk dihen rrethanat e kësaj ngjarje.